Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, problemi i fëmijëve, i rolit të tyre, i aktivizimit të tyre kur ata kanë talent, është një nga detyrat e një shkolle që ka ndërtuar aktoria dhe regjisorja me origjinë nga Kosova, Vlora Nikçi në New York. Por natyrisht ata fëmijë hynë në këtë shkollë në kuadër të një seriali që Vlora bashkë me bashkëshortin e saj po krijojnë, të titulluar The American Dream, ëndra amerikane. Kam pra drejt për drejt Vlora Nikçin. Vlora, është kënaqësi që shihemi, natyrisht është kënaqësi të bisedosh për artin, për teatrin, për kinematografinë. Unë ju kam ndjekur nëpër media dhe me veprimtaritë ndryshme që keni bërë në fushën e kinematografisë dhe si regjisore. Por do të flasim tashmë për një serial që titullohet Ëndra Amerikane, American Dream, dhe në kuadër të seriali edhe për shkollën për aktorë të vegjël. Faleminderit për ftesën të jem në televizionin tuaj. Përshëndes gjithë shikuesit që e di që i keni të shumt. I përshëndes komunitetin shqiptar në Amerikë që janë ndër komunitetet më të fuqishme që ka diaspora shqiptare. Ja uroj të gjithë vitin e ri me suksese plot të tjera e përgëzime me familjet e tyre. Po, ne vitin e shkuar nisëm serialin American Dream, edhe vërtet u bë një ëndër e amerikane shqiptarëve të Amerikës. Involvuam të gjithë aktorët shqiptar të njohur ndërkombëtarisht, involvuam fytyra publike të njohura shqiptare edhe në artet të tjera, siç kemi Ermonela Jahon, e cila ka 3 vite radha si që shpallet artistja sopranoja këngëtara më e mirë në botë. Ajo është roli kryesor në episodin e parë. Kështu që ne do të involvojmë gjithë artistat tanë, jo vetëm aktorët që kemi njohur në botë, po edhe artistat të tjerë, të cilët do të jenë mysafirë të serialit. Kështu seriali ynë bëhet më i njohur në botë dhe përmes tij edhe bota e huaj i njeh personalitetet tona dhe përmes tyre e njeh edhe botën tonë, tregimin tonë, që mos të harrojmë që kemi tregime shumë të bukura, kemi përipecitë tona, si kemi ardhur në Amerikë. Edhe është interesante, Rafael, se askush nga ne nuk e lëshoi vendin për qef. Secili ka një tregim aq të veçantë dhe aq të prekshëm, po secili tregim i tyre mbaron me një sukses të madh pastaj kur erdhën këtu. Pse jo më i njoft bota gjithë po tregime? Jo, gjë mjaft pozitive, por seriali si është ndërtuar, si dokumentar apo si vetë rrëfim? Jo, seriali është serial artistik, është si film artistik, po serial, ipet çdo javë në televizionet tonat po jemi duke biseduar në televizionet të huaja të jeti pranishëm, sepse tekst shkruesi, screenwriter është Mike Bencivenga, është një tekst shkrues hollywoodian, i njohur shumë për punën e tij të vyer, dhe seriali ka në vete që luajnë rolet kryesore artista ndërkombëtar të njohur me prejardhje shqiptare, disa të huaj, ta kanë kryer shkollë të artit, të aktrimit, punojnë secili në profesionin e tyre, në teatrot njohura, në filmat njohura, kanë pas edhe suksese. Kështu që nuk është tregimet e shqiptarëve ne i marrim dhe mbi ato shkruajmë ngjarje. Nuk kemi nevojë si filmat e huaj që shpikin ngjarje të bukura për serialet të tyre. Realiteti është Ne kemi ngjarje të bukura, të shpikura, i kemi të përjetuara vetë, kështu që këtu e kemi një përparësi shumë të madhe dhe shumë të bukur për ne. Është aq e vërtet, Vlora, sa jeta në vendlindje tona, kudo në Shqipëri apo në Kosovë, na ka dhuruar dashje pa dashje në për atë kapërcyellin e saj, drama, tragjedi që nuk kemi nevojë t'i shpikim. E kemi dëshmi të gjalla që mund të shërbejnë si moment frymëzimi, e në këtë rast është një moment frymëzimi pozitiv, sepse vetë titulli American Dream bashkon
ëndrrën amerikane të qenit shqiptaro-amerikan me prejardhjen tonë. E vërtet është edhe e fuqishme për aktorin I cili luan ato ngjarje, ai e di se këto I ka ndodhur dikujt dhe ai e di se të drejtën e aty këtu edhe njohim njeriu që I ka ndodhur dhe është më e fuqishme për aktorin kur lun atë dhe është përgjegjësia më e madhe. Kështu që kjo është xhiruar epizoda e parë, do të xhirohen 10 epizoda në këtë fillim. Dhe pastaj duhet të bëjmë një marrëveshje me një televizion, po puna ka filluar mirë, puna është shumë e madhe, ekipi është shumë I madh. Xhiruese kemi Adriatik Bernakun I cili mori Emmy Award çmimin para 2 viteve në xhirimet në punën e tij që bën me kamerë. Dhe domethënë kemi të gjithë ekipën njerëz shumë profesional, shumë të mirë, kuptohet kjo ka një kosto ndoshta 50 fish më shumë se sikur të ishim në vendlindje, por besojmë shumë se edhe për vendlindjet tona, por edhe këtu do të ofrojmë diçka shumë të veçantë dhe të bukur. Just një kuriozitet, ju tha që Ermonela Jao është personazhi I parë. Kush e interpreton Ermonelën? Ermonela erdhi vet. Erdhi vet. Nuk e lujti askush Ermonelën sepse Ermonela ishte musafire, siç thash. Artistët dhe fytyrat publike, qoftë politikane, qoftë për shembull të marrim shembull Bill Clinton, mund ta kemi musafir, pse jo? Se s'dua t'i bëj tash publike gjitha gjërat, sepse lidhet me neve si shqiptar, personalitetet që I kanë bërë shumë mirë botës dhe vendlindjes tonë, vendit tonë. Kështu që do t'jenë mysafir. Kurse aktorët, karakterët kryesore, aktorët kryesor, ata janë të gjithë aktorë profesionistë. Kurse mysafirët tanë, ko pas kohë do të futen personalitetet mëdha shqiptare, sepse ne dëshirojmë botës si të tregojmë se këto personalitete çfarë lidhje kanë me ne dhe janë shqiptar, shumica prej tyre. A I dini cilët janë 10 personalitetet për këto episodet e para, apo jeni në investigim? Një pjesë e dini? I kemi disa I kemi, edhe tani jemi të bisedu me ta, me shumicën prej tyre, sepse na duhet të përshtatemi koha e xhirimeve gjë që shumë e vështirë të organizohet për të gjithë ekipin e madh një ditë që ju konvenon të gjithëve. Jemi të bisedu lidhje me kohën, datën, ditën dhe domethënë kjo është bisedimet e fundit. Po këngëtarët të tjera të muzikës pop, disco, si Dua Lipa, po këngëtarët me famë botërore, Rita Ora që ishte në New York për vitin e ri, mund të jenë personazhe të këtyre? Unë po hulumtoj. Mund t'jetë gjithë secili I cili është prejardhja jonë dhe lidhet me ne. Patjetër që po, mund t'jetë gjithë secili. Atëherë, nga ju lindi ideja për këtë serial? Lindi ideja, Rafael, unë kam ardhur në Amerikë në vitin 1999 si refugjat e luftës së Kosovës. Fakultetin e Arteve kam kryer edhe këtu, por edhe në Prishtinë. Dhe sa herë, unë gjithë këto vite kam kaluar mes Kosovës, Shqipërisë, Evropës dhe New Yorkut, duke marrur me artë, kuptohet. Dhe gjithmonë thoja, aq ka brum këtu në New York, në Amerikë sidomos, por s'di pse nuk mund të mblidhemi gjithë këto fytyra aq mira, publike shqiptare, e besa aktorë shumë të mirë që janë shumë të njohur nëpër teatro dhe skenat të huaja, por jo, ne bashkë s'kemi arritë të bëjmë asgjë. Kështu thash, thoja ka gjithmonë, po sikur të rria unë këtu më gjatë, do da e bëja një serial ose shfaqjet e tillë. Dhe kështu që morëm guximin bashkë me Armend Balokun, bashkëshortin tim, dhe erdhëm në New York dhe filluam këtë punë. Ishte pak e vështirë, jo pak, po goxha shumë ishte e vështirë të hasim në ekipin e fuqishëm, të hasim me njerëzit e duhur. Ajo mori një kohë goxha të gjatë, po kur u bë ekipa, atëherë punët po shkojnë në fjoll. Edhe financimi, ti theve të. Financimi është goxha e rëndësishme s'ka pa të, por është edhe e vështirë, po çka është e rëndësishme, Rafael, se ne
po na përkrahin fillimisht bizneset e mëdha shqiptaro-amerikane këtu. Si fillim kemi familjen Bitiqi, e cila njihet edhe si familje që ka marrë me çështjen kombëtare në Amerikë. Pastaj është Bruno Selima, një personalitet shumë i njohur në komunitetin ton, i cili është marrë edhe ai me çështje kombëtare shqiptare. Pastaj kemi Artan Maksutin, një supermarës biznesmen i njohur dhe shqiptar i suksesshëm. Janë vëllezërit arkitekt Sokol Malushaga dhe Eduard Malushaga. Gjithashtu është edhe Valon Nikçi, i cili ka qelluar vllauin. Valoni është një ndër të dy me Vlorën e keni, një Valon. Po, Valoni është ai, po në fakt ideja ishte e tij fillimisht. Ai insistoi edhe u tranua, insistoi që gjithsesi të nisim këtë punën në Armendi. Ai ishte i pari që i shtyu me të gjitha format e mundësisë e fuqisë që ka, edhe ai është ka herë këtu edhe ka një American Albanian School of Westchester, e ka këtu në Westchester kanë edhe një shoqat që mbledhin gjithë shqiptarët Albanian American Club of Westchester. Ata përmes klubit të tyre janë kogja fort të organizuar dhe të mbledhur këtu në Westchester dhe New York, kështu që ai filloi me këtë forcat e veta duke na përkrahur bindshëm, edhe kështu filloi prej atij fillim dhe me vonë u involvuan edhe këto biznese tjera dhe duket që njerëzit e kanë marrë seriozisht. Rafael është pak e vështirë të drejtën. Jo, shumë e vështirë. Se ne shqiptarët jemi mësuar për shkak çështjes që kemi pasur, problemi që kemi pasur shumë të madh politikën në Kosovë, lufta e madhe që ka qenë, ne kemi bërë takime politike, kemi mbledh financiarisht, për politikisht ta shpëtojmë vendin nga një armik shumë i madh. Tashti me mbledh për artin është pak ca kogja një transformim i madh, por duket që njerëzit e kanë kuptuar se sot lufta më e madhe në botë bëhet përmes artit, përmes skenave, filmit, të cilat mbesin për jetë. Se filmi mbesin, është dëshmia dhe ne si kont duhet të dëshmojmë Amerikës origjinën tonë. Po ne tani e kemi një fundraiser me 16 janar këtu në Westchester dhe shpresoj dhe besoj që të mbledhen sa më shumë shqiptar dhe të vinë aty. Po kështu, si ta thash, edhe shkolla nisi, Rafael, se ishte për shkollën. Pyetja parë ishte për shkollën, ajo më integroi. Nisi shkolla, nisi shkolla krejt natyrshëm, nisi shumë njerëz flasin të thonë se kam një vajzë shumë talente, 10 vjet, kam një tjetër 12, 15, dhe serialit normal që i duhen edhe fëmijët, se aktorët kryesor kanë fëmijët e vet, kanë komshinjet e tjerë. Kështu që ne filluam disa fëmijë t'i marrim dhe t'i ushtrojmë personalisht, kështu t'i bëjmë gati për kamerë. Pastaj e pam që interesi është i madh dhe filluam, thajmë, më mirë të fillojmë me një shkollë të aktrimit, ku fëmiu përpos që është gati të luan në serialin ëndër-amerikane American Dreams, fëmiu mëson vetbesimin, kulturën e të shprehut të emocioneve, përmbajtjes së tyre, identitetin, mëson vetbesimin, paraqitjen, oratorin, e krejt tjera që një shkollë e aktrimit i mëson çdo njeri i cili mund të jetë nesër e pas nesër, jo vetëm aktor, por edhe doktor i suksesshëm ose biznesmen i suksesshëm apo arkitekt i suksesshëm. Vlora, pamjet e këtyre episodeve janë vetëm në Amerikë, po kur ka background historik, kur kalohet në origjinën, a do gjirohen në vendlindje në Kosovë, në Shqipëri? Po, në fillim kemi episode e parë është krejt në Manhattan, gjë që ky ka qenë problemi se dhe ka kushtuar shumë, sigurime ato që ju e dini më mirë se unë këtu ishin të tmerrshme. Po, kur flitet për të kaluaren, ose flitet dikush ka lënë një të dashur atje larg, si ka ndodhur shumë tek ne, patjetër që duhet të xhirohem në vendlindje. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, gjithandej. Po edhe dëshirojmë të involvojmë Rafael vendlindjen, se është shumë e bukur ai vend, ju e dini. Jo, e qartë, po problemi është
natyrisht, derisa... Problemi është ku po I merrni para. Jo, kjo është si puna e asaj Barsaletës, unë po e tregoj këtu në jemi se në humori, edhe njëri thot, komshiu tha, njëri, burri thot gruas, kam bler një makinë, po çan ngjyre ke, çan ngjyre do ti tha, e du jeshile, ja, jeshile ta kam sjell. Edhe goca e pyeti babi, çfarë shpejtësie ka makina, kurse komshia ku gjeti paret. E vërtet, neve na rri kjo. Neve na rri kjo. Është kudo, kudo. Na duhet, Rafael, po bëjmë, ne jemi krejt vetëdijshëm, ne kemi 22 vite përvoj pune në fushën tonë. Ne e dim çka na ka gjetë. Por o duhet ta bëjmë mirë, o hiç. Njëherë bëhet kjo punë. Nuk mundesh me vë dy herë. Mira e krejtve është se shqiptarët sot janë të vetëdijshëm, shqiptarët janë njerëz të ngritur në Amerikë, nuk janë sikur atëherë kur isha në fëmijë në vitin 1999 se secili përpjekej për të bërë diçka për jetën dhe familjen. Sot kanë pozita shtetënore, kemi kongresmen, kemi politikan, kemi artist botnor të njohur. Ne jemi të fuqishëm si popull, ne jemi popull I mbar, I mirë, I bukur, intelektual, kështu që kemi brum sa të duam të dalim mirë para botës përmes këtij seriali filmik I cili do t'jepet çdo javë para botës. Kështu që pse jo? Çka kam unë, vetëm të mbledh këta njerëz bashk. Jo, guximin, një para guximin, dëshirën edhe këmbguljen. To janë tre element që Faleminderit, edhe burrim kur u mërtua, bashortin. e pyetën thanë burrim, I tha pse s'do dhe pikrisht Lorën, thash kokfort, thash more kokfort është negative, more zotit vraft, thash më tham këmbgul se janë kokfort, Rafael, kokfort. Kështu që shpresoj që na shkon mirë, biznesmenit janë të hapur bizneset shqiptare amerikane me bashkëpunu me ne, edhe ne kthejmë atë mënyrën filmike, regjistrimin e tyre, kompanitë e tyre përmes edhe filmit ton, bëhet një farë bashkëpunim I bukur mes të dy palëve dhe shpresoj që të vinë sa më shumë, kurse për shkollën e artit e kemi në Instagram kemi American Dream, e kemi linkun ku mund të shkruaj njerëzit apo përmes emailit primeart2024@gmail.com. Mundin të na shkruaj nëse dëshirojnë të jenë pjesë e shkollës tonë. A ka prindër që janë interesuar? Ka prindër që, po nuk kemi mundësi t'i pranojmë të gjithë. Jo, nuk kemi. Nuk kemi mundësi. 10 veta mund t'jetë maksimumi. 10, ashtu, Rafael ti e di mirë se dhe ti je pak a shumë I kësaj fushë, duhet të merren në aktrim shumë me një fëmijë, kështu që 10 veta janë mas shumtit, sepse ka është punë më shumë me individin, veç e veç, nuk mund të flasim dhe marrim një klasë 20 veta, të flasim hajt, kush e kuptoj, kush jo. Kështu që duhet secilin ta përgatisim veç e veç. Ju keni shkruar që do përdorni metodën, një nga metodat e Stanislavskit, regjisorit rus, që tregon se si individi shpreh vetveten nëpërmjet rolit, aktivizon e anën emocionale. Edhe kjo është një metodë mjaft e realizuar në botë, por fakti që ju e induktoni këtë fëmijëve ka diçka tjetër. Nga njerë fëmijët janë më të çiltër dhe janë më afër vetvetes se sa kur rriten edhe bëjnë me sikur. E vërtet, fëmijët janë më të lehtë, më të mirë, në të gjitha emocionet, më të sinqert për t'i shprehur. Ne kur të rritemi, djallëzohemi, pastaj harrojmë ato të vërtetën e të bukurën. Kështu që sot isha në takim me ta dhe është befasuese. Mund ta kenë fëmijët dikush mvaret për personalitetit më I ngurtë, më I turpshëm, që ajo pastaj ndikon shumë për të në të ardhmen, për personalitetin e tij, ndërtimin e tij, kështu që pak ju duhet, dikujt duhet t'jepet më shumë hapësirë, nëse është I turpshëm të hiqet ajo, dhe varet secili vjen me diçka që e vogël që duhet punuar me të dhe të jetë I suksesshëm në jetën e tij. Gjua do jetë gjua shqipe apo gjua angleze? Jo, do të jetë në gjuhën angleze. E kuptoj sepse natyrisht
Këto një pjesë mund... Kurse seriali do t'jetë në të gjuhë shqipe, gjuhë angleze, do t'jetë mbaret prej karaktereve, personazheve nga Shqip anglisht, se më da vetë gjysa gjys. Po, shqip anglisht, kështu sysh edhe bëjnë, qysh jemi këtu në Amerikë, dikush është i ardhur që 100 vite nuk e kupton mirë, flet anglisht, dikush tjetër ka një grua amerikane, besabes, ajo do të flet anglisht. Ky tjetër është shqiptar, flet shumë bukur shqip. Ky tjetri posa ka ardhur nga aeroporti, duhet flas shqip, anglisht. Kemi ndonjë punëtor nga Spanja që flet spanjollisht, apo ndonjë restoran, ndonjë italian që flet italisht. Kështu që kemi mundur që ti i involvojmë edhe popujt e tjerë. Vlora, unë të uroj suksese, gjithë të mirat në këto nismat tuaja edhe të bashortit tuaj, si në serialin që është me mjaft domethënie, por duke qenë se në fëminin time edhe unë kam luajtur si aktor edhe uroj gjithë mirat edhe për shkollën e aktorëve. Faleminderit shumë që tregove, gëzohem shumë, pe marrim këtë një audicion për ty. Ke ftesën që tani t'jesh në pjesë e jona, eja, bëjmë intervizë bashk, bëhem pjesë saj bashk, pse jo, dua të televizionin tuaj, publikisht i bëj ftesë, një ditë xhirimi kur e kemi, të vini dhe të xhironi, të shikoni, dhe për publikun ti publikoni pak a shumë pas skenat. Me shumë, ato janë më të bukur. Më të bukur janë aty sheni ato ethet aktorëve. Me shumë dëshirë. Për të dalë para kamerës. Faleminderit për ftesën, edhe ju uroj edhe një herë gjithë të mirat, edhe miru takofshim në setin tuaj. Faleminderit shumë, natën e mirë, përshëndetje të gjithëve. Natën e mirë gjithashtu. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit ton, me regjisoren dhe aktoren Vlora Nikçi, folëm për serialin e saj të ri, American Dream, dhe për shkollën për aktor fëmijë. Miru takofshim në emisionet të tjera.